Sot dua të ndaj me ju diçka shumë të rëndësishme në lidhje me dashurinë për veten. Shpesh herë kemi dëgjuar që dashuria për veten është egoizëm, dashuria për veten është luks. Në të vërtetë, dashuria për veten është qelësi që të lejon të duash të tjerët pa kushte. Kur ne e pranojmë dhe e vlerësojmë veten, dashuria që japim nuk vjen nga nevoja për të marrë diçka në këmbim, por vjen nga një vend i pasur brenda nesh, që nuk kërkon aprovimin e të tjerëve për të qenë të plot. Dhe kjo liri na mundëson të dhurojmë dashuri të pastër dhe të sinqert, pa u ndjerë i detyruar apo i ngrakuar që e njëjta gjë të kthehet në këmbim. Pra kur jemi të pajtuar me veten, dashuria që japim vjen nga fakti që duam dhe jo nga pritshmëria që ajo të kthehet mbrapsht. Dhe kur ne e vlerësojmë veten, e dim rëndësinë dhe thelbin e vlerave, ne shtojmë vlerë tek të tjerët. I bëjmë të tjerët të ndihen të rëndësishëm. Dhe kjo është formula e vetme për të dhënë dhe për të marrë dashuri. Siç e thot edhe Louise Hay, jeta është shumë e thjeshtë. Çfarëdo që japim, kthehet tek ne mbrapsht. Për më shumë informacione, klikoni në www.iempower.al. Edhe ti e meriton të jetosh i lirë.